Miq Prizmus, në seancën që do të provonte aprovimin e buxhetit i cili u aprovua me 83 vota të socialistave, po shikoja fytyrën e Belinda Ballukut. Në fakt, ajo po mundohesh të mbante fytyrën, po e mbante me shumë vështirësi. Sigurisht po interpretonte, por dukesh tensioni, dukesh ankthi, gjua e trupit sado me një self-control për të admiruar, po e trahtonte shpeshherë sepse syt i kishte të fiksuara, gjithmonë një mendim po e lodhte, po e shkatronte, mezi po e mbante qëndrimin. Normalisht që po ndodhte ky fenomen sepse ajo është e akuzuara më rënd nga të gjithë deri tani, përfshi dhe zëvendës kryeministrin tjetër i cili është latitant, kërkohet nga drejtësia shqiptare. Është ai zëvendës kryeministri i cili mori të gjitha fuqitë nga Rama. Bile u bë ministri i superpotentshëm, i menjëhershëm i Ministrisë Ekonomisë edhe Financave. Në atë periudhë kam qelluar edhe unë në fillimin e kësaj, kam qelluar që të punoja në Ministrinë e Ekonomisë me të drejtën e autorit. Nëse janë historitë vjetra po që përsëriten. Zëvendës kryeministri tjetër e akuzuar nga e hetuar dhe akuzuar nga SPAK, sot i është dhënë një pezullim nga detyra si zëvendës kryeministre dhe ministre, dhe njëkohësisht i është ndaluar që të dalë jashtë shtetit. Kjo është një nga pikët nevralgjike të një koncepti i cili nuk ka rëndësi nëse opozita kritikon edhe përsërit fjalët që janë zbuluar. Opozita përsërit fjalët e zbuluar nga telefonatat nga SPAK-u, sigurisht, se kanë marrë telefonat e dikurshme të atij berberit që ishte shefi i ARSH-s. Sot kanë akuzuar, arrestuar dy shefat e tjerë, edhe të ARSH-s edhe Keshit, që janë krahët e djathtë, e majta dhe e djathta e Ballukës. Pra, kemi të bëjmë edhe me bashkëpunëtorët, por opozita, Sali Berisha, lubi Balluku për to është nga që dëgjojnë, jo liverdis tonë atë fjalët e Palloshit, çfarë kanë dalë, çfarë kanë rrjedhur nga marrja e telefonatave. Ai berberi kishte telefonin e vetë, telefonin e shoqës, aty kanë dalë plot emra. Normalisht është një hetim që vazhdon, pastaj mbas telefonatave, domethënë, mbasi ke kuptuar çka ndodhur me telefonatat, fillon edhe hetimin. Dhe sigurisht aty janë dy akuzat precize, sot është akuzuar dhe është shtuar një akuzë tjetër Belinda Ballukut, dhe akuza tjetër është, tash po e shoh që po shkon, kam televizorin përballë dhe po shoh që është futur në kryeministri. Nuk e di se çfarë do të dalë, po nëse del diçka unë do ta shtoj. Ndërkohë që jam duke regjistruar, ose edhe po ndodhi më vonë, do regjistroj dhe ta shtoj. Pra, aty ka dalë thjesht tuneli Llogaras dhe indikimi i qartë e i pastër i Ballukës, duke përmendur edhe është edhe fjala e famshme e Palloshi, se me këtë merret opozita, ai gazbar dhe ka qef shumë kur përmendet fjala e Palloshi, kështu gjë është kur kthen shpinën. Jeni parasysh, mirë po, kurse Berisha është vetëm me lubi Balluku, po këto gjëra përmendin, atë që kanë nxjerrë GKK-ja, që kanë nxjerrë SPAK-u, byroja e hetimeve, këto. Sigurisht është afera e Llogaras, e tunelit Llogaras, që indikon fituesin e tenderit. Dhe ky është përgjim. Pastaj marrëveshjen me turqit. Dhe sigurisht sot i është shtuar edhe loti i 4 i UNAZ-s Tiranës. Është një 20 milionësh, në mos gabohem, po e njëjta skemë si me Llogaran, ku ministrja dhe zëvendës kryeministrja tashmë e akuzuar
e akuzuar për tenderet, e akuzuar për 50 milion diku dhe një tender tjetër, që është e i lotit 4, dhe të gjithë bashkëpunëtorët po thuaj të arrestuar ose s'ka nevojë, t'ju marrësh leje, ato s'kan mbrojtje politike, siç ka për shembull deputetja. Belinda Balluku tashmë është ajo jo viktima, po politikania par excellence, e cila sigurisht nuk se e kanë bërë të tjerët. Më kujtohet kur Edi Rama për Ballukën thote kjo është shtriga. Punote atëherë në Veliça, ishte drejtoria e administrimit të trafikut ajror, ku diun aeroportit, diçka e tillë, shtriga thotë. Kjo lloj shtrige e zonja me fjalë. Ka marrë përsipër të kryej këto detyrat edhe. Të kryej këto detyrat ka dy mënyra. Një mënyrë është mënyra e ndershme. Mënyra tjetër mënyra arrogante e pandershme. Këtë të fundit kanë zgjedhur këto njeri. Për mënyrën e parë, po ju tregoj unë në veten e parë. Kam qenë edhe unë një drejtor i vogël diku. Më larguan. Po, a dini pse më larguan? Sepse nuk pranova të firmos disa për elementeve që duheshin firmoset. Tendera të parancishëm ose survejt parancishëm. Sepse nuk pranova dhe kërkonin atë vend. Sigurisht tjerët për këtë punë e kërkonin. Dhe pastaj punën tjetër në ministri e lash vetë, sepse nuk s'kishte arsye të punoja më dhe nuk të shkoja në Tiranë. Po, s'pakut këtë që po them tani. Dhe një ministre që vazhdon të jetë ministre, i kam thënë, në mënyrë të tillë, shiko zoj. Ne, familja jonë, Bekteshët, ajo familje a ku kam dalun, si gjyshi, si baba, si unë, po dhe stërgjyshi, kemi ranë burg për politikë. Stërgjyshi për politikë, kundërshtoj pushtusin. Baba jem gjithmonë për politikë, si me pushtusin, si me partinë e punës, si me fashistat, si me nazistat, si në kamp përqendrimit, pastaj edhe me internimet me partinë e punës tin, ishte. Edhe unë hetusin e kam për, po për politikë. Zojnë nuk e kemi zakon të bim për hajni, është turp. Aty është marrë, ne nuk bim për hajni, ne bëjmë burgun tonë. Qa do të thuash me këtë, tha? Me këtë duhet them që unë nuk ve firma që ke qefti. Edhe me këtë duhet them që unë nuk bëj burgun tonë. Sigurisht nuk bëra burgun as saj në stimit, sepse s'kisha bërë gjë, por ika. Tash Belinda e ka marrë përsi për vend, jo vetëm Belinda, po dhe ai që është latitant. Dhe kanë shkuar deri në nivelin e zëvendës kryeministrave, ministrave të rëndësishëm që ju duken poshtë miza. Këtu nuk kam fjalën as ke Sali Berisha, as ke këta që dalen për të bërtit se këta janë hajna, kokra hajnash për vete. Këta kanë vjedh pa tendera, s'kishin nevojë, ishin grabitës, a kupton, folklorik grabitës. E kam fjalën për këta të sotme, këta që vjedhin me tendera. Kjo është goditje sigurisht për PS, është goditje e madhe për maggjorancën, është goditje e madhe për qeverinë. Sigurisht këto goditje vinë si pasojë e një mentalitetit Edi Ramës. Nuk do t'ishte njësoj, po t'ishte Sali Berisha. Do kishte përdorur o mbrojtje o marrëzitje tjera. Edi Rama lë deri në një farë mënyrë, pastaj të lëshon. Edhe ti do shkosh në burg, do të bësh burgun. Ashtu si kundër ka lëshuar atë zëvendës kryeministrin, që ishte me mësues anglishte dhe bënte zëvendës kryeministrin, ekonomiste të financave. Erion Velie në kompani, kush bën do të shkojnë në burg. Diskutohet këtë do ta bënte edhe Belinda, e cila ishte par excellence e tillë. Cinike, arrogante deri në pika fantastike, me gjithë stafin e saj. Gjithë stafi i saj është në burg. Absolutisht. Dhe nuk është në burg se bërtasin këta, jo, kjo jo ajo, se vërtet opozita. Jo, marr, kjo është në burg. Këta është në burg sepse ekziston SPAKO, ekziston byroja informative, ekziston GKK-oja. Për ndryshe për opozitën këta as që mund të futeshin në herë në burg, se këta janë burgaxhi të gjitha, kupton. Në këtë pikë nuk e di se çfarë në konceptet
politike mund të konsiderohet, po unë për vete e konsideroj kulmin e arrogancës në administrimin e një detyre e cila kërkon ndershmëri, kërkon të mos vendoshës. Këta nuk janë rujt as nga bisedat telefonike, kaq arrogant janë. Këta i kanë bërë gjërat, do me thonë, kjo ballukja tash ide e quaja të zgjuar, por kur kësa i kapen telefonatat që i thot pallosh kryeministrit dhe që sigurisht pastaj anullon tenderin me anë të telefonit, unë nuk di çfarë konkluzionit më zjerë përveç se budallekut, arrogancës në marrëzi. Të më thuash tash që është e zgjuar, ja, mund të jetë hellse, po jo kaq e zgjuar. Të zgjuarat nuk bisedojnë kështu. Nuk sillen kështu. Të zgjuarat majnë gojë, nuk i thon pallosh kryeministrit, sepse pallosh, po tash do shkosh në burg ti. Kjo është përgjigja ime. Ai mund të jetë pallosh, po ti do shkosh në biruz të burgut. Nëse ke bërë sigurisht, sepse edhe unë jam me parimin që vetëm kur të dënohet, atëherë je i famshëm. Por tani për tani ne kemi në dorë vetëm këtë pezullimin nga detyra, dy akuza, Tuneni Llogaras, cilën kanë dalë në përgjime që ke anulluar tenderin me telefon, dhe i ke thënë pallosh kryeministrit, dhe njëkohësisht po tenderin e lotit 4 të Unazës Tiranës. Si janë arritur të gjitha këto? E para punës nga karakteri. Dhe kjo rëzon, sipas meje, akuza e madhe ndaj Belinda Pallukut rëzon sipas meje dhe teorinë jo kaq shumë të provuar, bile kjo rëzon tash janë teori dhe praktik, që gratë janë më të ndershme se burrat. Zyrtari nuk është as grua as burr. Mund ta bëj një grua, mund ta bëj edhe një burr. Zyrtari është zyrtar. Zyrtari i shtetit nuk duhet vjedh, duhet largohet. Nuk duhet marrë përsipër të vjedhë as për kryeministrin. Mund vjen shumë njerë që nuk dënohet kryeministri, po dënohet ta. Të kuptojnë edhe një herë për gjithmonë që do të shkonin në burg. Po mbase këta e kanë llogaritur, se duke vjedhur shumë, nuk kanë problem të bëjnë edhe 2-3 vjet burg, se më tepër s'do bëjnë. Ose do ta kalojnë kamp fare. Por kjo është egzagerohesh, flasësh politikisht. Ajo që unë duhet të flas në mënyrë reale është se të gjitha këto akuza janë produkt i hedimit. Dhe pavarësisht se nuk ka filluar gjyqi dhe nuk ka mbaruar gjyqi për të dalë fajësia ose pa fajësia, akuzat në vetvete janë element të cilët gati në mënyrë a priori e bëjnë individin të besojë se është bërë një katrahur e madhe në interpretimin e shtetërimit. Nuk ka qenë vetëm tani, ka qenë në vitet 30. Shkruesh edhe atëherë, ministrat e zogut, megjithëse i shkarkonte, i mante me të mire, i bante. Donin që brenda 3 muaj t'u bëhesh vila 3 kaçe. Vinin pothuaj të varfër dhe pastaj dilin jashtëzakonisht shumë të pasur. Jo vetëm për grabitjen, por po ti takoje du t'jepje, nuk e di, për atë kohë 15-20 Napoleona. Ti të bisedoje me to. Edhe sigurisht një pjesë e vilave të mëdha të ndërtuara, të asaj kohe është pjesë e korrupsionit. Megjithëse mundohesh që të luftonte, por zyrtari shqiptar, duke filluar që nga kohët e vilajeteve, ishte gjithmonë i korruptuar. Në Shkodër për shembull, nga krijimi i vilajetit 1854 deri 1990 janë ndërruar deri në kohë të hyrjetit 1908 janë ndërruar 54 vali. Qëllonte nganjëherë në kryt 3 muajve, 4 muajve. Sepse jo vetëm korruptoheshin me të këtushmit, por dhe të këtushmit bënin presion te porta e lartë për ta hequr në një që nuk i lejonte, sepse ishin mësuar të vepronin në korrupsion të plot, në dorovitje, të kthehesh zyra e krye pushtetarit, zyra pastaj edhe e gjyqtarëve, prokurorëve, komandantëve ushtarak, të ktheheshin në qendra korruptive të jashtëzakonshme. Ishte fundi i perendorisë. Normalisht, po kështu edhe shteti shqiptar i fillimit, duke filluar edhe nga shteti i Ismail Qemalit, i cili nuk u bë kurrë, duke vazhduar me Princ Vidin,
Duke vazhduar pastaj një periudhë nga 1920-1924 derisa plasja që jashtë quajtur revolucion demokratik. Ishte as revolucion as demokratik, ishte një lëvizje fshatarës, po nese, varja, po e quajt demokratik, i fanolit. Po dha aty funksiononte po e njëjta skemë. Pasurim, grabitje, korrupsion, marrje e zyrës sigurisht pronë personale. Stabilizohet një fijet nga vitet 1927 deri në 38-39 që pushtimi pastaj i jep fund. Por ama këto probleme kanë qenë gjithmonë. Këto probleme u bën në 10 vjet të fundit të diktaturës. Po më ishte plotësisht e korruptuar. U vodh gjithçka. Vidheshin edhe firma dhe gabitesh gjithçka. Gënjehesh në mënyrë të jashtëzakonshme. Zakoni i diktaturës u palos grabitja e dikush me sensi i grabitjes, po ashtu edhe në diktaturë e cila dënonte ashpër, dënonte për 2000 lekë, shkojë në burg. Po ama fundi ishte krejtësisht i korruptuar, delirant në korrupsion, i cili u trashëgua pastaj edhe mas viteve 90. Pjesa e 10 vjetëve të fundit e stërkorruptuar, imorale dhe amorale e diktaturës, u kthye pastaj edhe në një grabitje të jashtëzakonshme në post diktaturë ose në të famshmen demokraci tranzicionale, krejtësisht idiote dhe pamoralshme. Është stabilizuar mas 97-s një farë mënyrë e shteti, por nuk hoqëm dorë nga individ tillë të cilët marrin përsipër, të shkojnë kaq larg dhe t'ju duket ajo pjesa poshtë miza. Një prej këtyre është edhe kjo Belinda Balluku. Më vjen keq që e përmend këtë fjalë, nuk doja ta përmend asnjëherë, por kaq është, nuk duhet sofistikuar më tepër. Ore janë njerëz të prirur për të bërë çfarë ju thot mendja atyre. Për të shkelur mbi çdo lloj norme morale, etike që ka të bësh me zyrën dhe me ligjet. Pastaj ndash të duash të vjedhësh, ndash mos duash të vjedhur, mjafton të jetë kjo që po them tash. Të shkelesh midis normave morale, etike edhe bile dhe estetike, shkelin këta. Etiko-morale, nal asgjë që pastaj të grabitesh, t'ja japësh urdhë, mos ja jep ti, po ja jep atij. Ndoshta edhe pa përfitim fare, le që aty mrapa ka përfitim pastaj. Kushdo që tjetë, një dorovitje e ka. Po hiqja tenderin këtij, e jepja këtij tjetrit, ajo pastaj është interesi jashtëzakonshëm që të çon në burg. Dhe kjo ishte e tmerrshme, jashtëzakonisht e tmerrshme. Tashim Ballukja akuzohet për tunelin e Llogaras, të famshmin tunel Llogaraja, për mosbarazi dhe veprim me urdhër në tender, të hiqet vendi atij që i meriton, dhe ashtu dhe loti i 4 i Unazës Tiranës. E njëjta skemë. Dhe me sa duket kanë edhe përgjime, mas duket, mase edhe në dokumentacion mund të gjejnë, mbase ka dhe kjo përbën atë pastaj që duhet patjetër parë në syrin e njerëzve të cilët duhet kuptojnë që nuk mund të vjedhësh më, sepse kështu të mbron partia, të mbron udhëheqësi, të mbron ai që është sipër. Nuk të mbron askush. Minimumi këtë gjë e bën shumë mirë Edi Rama, mundohet, por në fund karet të lëshon. Nuk bën keq, bën mirë. A është goditje, sigurisht që është goditje. A meriton Shqipëria këtë goditje, sigurisht, duke mos pasur as opozitë, as alternativë, e meriton. Derisa të bindet. Dhe kjo është pjesa e drejtësisë. Do shifet pastaj nëse ka të drejtë apo s'ka të drejtë spaku, por një të gjë ka të drejtë. Akuzën drejt për drejti lartësitë e tilla. Këtë e ka të drejtë. I fundit lajm që shikoj është se në atë të pjesën play-offin e botrorit, Shqipërisë i ka rënë me Poloninë, ndërsa Kosovës i ka rënë me Slovakinë. Nuk e di kush e ka më vështirë, them se më vështirë ka Shqipëria me Poloninë se sa Kosova me Slovakinë, po gjithsesi me 26 mars do luaj me Poloninë, ndërsa Kosova do të luaj me Slovakinë. Është për t'i uruar të dyja skuadrave shqiptare. Ky është lajmi i bukur, kjo është bisedë e bukur, jo veturën e Ballukës që e shoh duke u futur me gjithë bodyguardin të dy gjysmë të blinduara të kryeministrisë. Një Audi të madh, makinë e madhe, gjysmë e blinduar do të jetë ose blinduar dhe ajo, po të dyert kryesore të kryeministrisë.
Dakord, miqtë e mi.